dua që të ngrihemi. Shqipëria do ringrihet. Shqipëria do bëhet. Por do bëhet nga njerëzit e ndershëm, nga idealistët, do bëhet nga njerëzit e përkushtuar, nga njerëzit e kualifikuar dhe mbi gjitha do bëhet nga ato që kanë seriozitetin, kanë dëshirën, kanë vullnetin për ta bërë këtë vend. Faleminderit. Përshëndetje shqiptarë. Pra populli shqiptar deklaroi sot në shesh përballë kryeministrisë se në banorët e tyre akoma rrihen gjatë kujtjes Kastriot, Skënderbeu, heroi ton. Hajde më arresto mua. Duam një Shqipëri Hajde të më lirë. arresto mua, bëj foto mua. Për çfarë nuk foto atyre? Për çfarë po trëm njerëzit ti? Duam njerëz që rrinë në vendet e tyre. Ajo të kemi. Bën foto, pse i bën foto? Çfarë do të thotë? Ka për shija unë. Hajde më kap mua. Ka vërdi. Hajde, niveli zot. I shërben ja tutë. Se janë ti dhe vetë ajtu. Gjyshin apo gjyshen. Janë civil që i bëjnë foto njerëzve për të identifikuar që ti kapi pastaj edhe ti. Silkone janë të roqës. Hajde tur të keni. Ja ku i ke. Ja hajde me mua. Ja ku e keni, në nërë fes. Me luqë ton, le kena. Hajde unë jam. Hajde unë jam. Ja ku i ke, policinë e shetit. Me gjupë i zviton. Ja ku i ke. Vinë, janë civile, dhe vinë atje. Rama duhet të ndalojë që janë burgur. Kriminalve për të ndalojë trajnë e qytetarëve. Edi Rama duhet të... Policia shtetit të ri, me civil. Qa po bëjmë? Policia shtetit me civil. U bëm foto njërëse që ti identifikojnë. Qa keni? Qa zjen ti? Qa zjen ti? Qa zjen ti? Pse i dërgon ata? Pse i dërgon ata? Pse i dërgon civilët? Pse i dërgon civilët? Pse i bëm foto njërëse? Pse i bëm foto njërëse? Pse i bëm foto njërëse? Jam është i foto njërëse? Shako jam është? Pse i bëm foto njërëse? I kanë dhe? Të lutem. Pse i bëm foto njërëse? Ai pse i bën foto njërëse? Kush është ai? Pse i bën foto njërëse? Pse i bën foto njërëse? Ata që do të shkojnë për ligjin. Ata që do të shkojnë nga ligji. Edhe jo. Pse i bën foto njërëse? Nga i dudë, apo nga kriminalët. Pse i bën foto njërëse? Ta shkojnë një shqiptar. Hirë dhe gjithë të kam. Pse i bën foto njërëse? Shqipëria nuk është e tyre. Pse i bën foto njërëse? Shqipëria është e jona. Do të arrestojnë mua. Shqipëria lirë. Do, komandant, një sekund. Komandant, një sekund. Një sekund. Ai që I bëni foto njërëse. I bëni foto. Në shqiptarve. I bëni foto. Do lutem civilët. Pse bëni foto? I bëni foto ta i. Pse bëni foto civilët? Do lutem. Të lutem. Ta kriminal post uniformave. Që të heqi dignitetin e dignitetin tonë. Të lutem. Bëni foto. Sepse nuk kemi frikë, as ka ty, dhe as ka banda jote, dhe as ka ta kriminal që fshije poshtë uniforma e policisë. Prandaj o popull, griu, dhe mbro të drejtën e lirin tënde. Qe! Se i bën foto njërëse ai, civili. Po i bën foto orë, që t'i kapin pastaj. Se qa po bëjme? Po edhe për ju po protestojme. Edhe për ty, edhe për ty. Qa i bën foto, që t'i trëmpi, që t'i rajti, arrestoj. Ja më meri mua, më meri mua. Po ju jenë këtu, hajde një ju. Po ju jenë këtu. Jemi një migrimne. Jemi dokumente në mni. Nuk jam këtu, Pse? O quna! Pse? Mos e shaj polici. Mos e shaj polici, i kam. Mos e shaj polici. Le, s'ka, mos e shaj polici. Le, mos fal, nuk ka gjëma, s'ka gjëma. Mos e shaj polici. Mos e shaj polici, lere. Po lere o burtani. Jemi për ju, s'tu nuk jemi për vetë. Qyri! Jemi në migrim. Po quna! Qatë. Hajde një sekund.
Hajde ne çun, kemi gjetur një gjë. Po mbahen. Bëm foto ai. Se i bëm foto civili. Hajde ne çun, se mi gjetur një gjë. Ka të më ndani na më ik Gjermani. Çfarë? Janë migrantë që kanë ardhur. Janë tërë migrantë. O si më civil. O komandant. O si më civil. Për të këshilluar. Ka rrotuar pasaj. Policia, mastine! Mastine, policia! Se shtylla, se shtylla! Dini. Hajde, dini. Po ky civil erdhën civil bënin foto. Bënin foto njerëzit civilë. Duan që t'i kapin pastaj, thash më arrestoni mua, ç'kemi me njerëzit. Po, se policia shëndi të vinë në uniform. Se civil me foto. Hajde, pas. Hajde, çuna. Hajde. Janë njerëz të lirë, nuk janë të flerë, nuk janë pjesë për shteti, janë aty për të mbrojtur dhe fëmijët tuaj. Sepse ju, kur ishni uniformën e policisë, jeni prindër, jeni bashkëshortë të një gruaje, jeni bijë të një nëne, jeni bijë të një babaj. Mos prekni protestuesit, lejoni çadrat që të ndërtohen dhe të vendosen, pasi kjo çadër do shiroj Shqipërinë nga idhutëria. Çadra është liria, çadra është shpresa. Kjo çadër do të themeloj fundin e idhutëve. Kjo çadër është vendosur me leje. Ne kemi marrë leje çdo ditë për protestuar. Mos e prekni çadrën e qendrëstarëve. Mlidhuni këtu e lutem të gjithë bashkë. Nëse jemi të gjithë bashkë, askush nuk në përshtot. Nuk mund të lejojmë që civil të vinë të bëjnë foto protestuesve. Ja kjo është arsye se rrëmuje që bëri vetë policia e shtetit. Nuk të lejojmë kurse si që civil të prishin në rregullat e protestës. Nuk mund t'i bëni foto protestuesve. Ata me si ndjeri bukën e gojës dhe janë këtu sepse ju jeni tallu dhe po talleni me ta. Ne vazhdoj ta them, jemi krah pakut, jemi krah drejtësisë dhe jemi kundër hajdutërisë. Mos i prekni protestuesit me dorë. Ju nuk keni asgjë të drejtë. Ju keni detyrim që të bashkoheni këtu me ne, të zhvishni uniformën e policisë, uniform që ky po e ktheni një uniform të pavlerë dhe pa dignitet. Kjo është arsyeja që Edi Rama me një mesazh të vetëm urdhëron që kjo protestë të denigrojë, sepse ka frikë sepse ne po bëhemi të gjithë bashkë, ka frikë sepse këta janë njerëz të lirë, ka frikë sepse ai vetë po i ndjen orët e fundit, sepse ai nuk ka më vend në këtë Shqipëri. Shqipëria është e jona, Shqipëria është e të gjithë juve. E miq, ndodhi incidenti pasi civil po bënin foto djemve dhe qytetarve. Ne kemi respektuar çdo ligj, uniformën e policisë së shtetit, po skuthat që kërcënojnë njerëzit nuk kalojnë. Nëse mendojnë që do na trembin, thjesht sigurimsat e kanë gabim, ajo kohë ka vdekur e me bashkë me të do vdes dhe qeveria i dutve. Edi Rama! Edi Rama! Edi Rama! Edi
Edi Rama! Metodat e sigurimit me civil që vini në protest digniteti ta harrojnë se shkojnë dhe ja ku po u them. Unë Adriatic Klapa jam njeri që organizoj. Më procedoni për i çfarë të doni. Edhe njerë, në qitë fuqin e zemrës, Edi Rama! është shumë e rëndësishme të vrasin frikën. Shikojnë i fermerë të Greqi në muajin e 2 të protestës, sepse ata e din dhe shteti atje e di që kur fermerët qohen, qeveria të qohen ose rrëzohen. Ku janë fermerë shqiptarë që vetëm këtë vit u dojgjë në merë, u thanë, u përbytën në fytë të timrit, nërkohë tja partia nga ngricat, u mëntorën e 3 mbjelljeve, por u kuzojnë të dalin, sepse nuk jetojnë një republik të ngjashme dhe të lirë. Ndaj ne, për të vrarë frikën, i themi Edi Ramës, Edi Rama! Nuk ka shërbim më të mirë për ateu se sa të vrasin frikën, po vran frikën, ja dolëm. Kjo është një betej kundër frikës, është një betej për votën, se si që kam thënë, pora vota, bje republika, pora vota, ngrihet krimi, pora vota, ngrihen ajtutët, ndaj të qojmi në kam për votën, për lirin. Edi Rama! Ju jeni luftëtar të liris kundër frikës. Edi Rama! Më fort, më fort! I them Taulant Pauës që po në ndjek live të faqja jonë. Taulant, ti vodhe votën e diasporës dhe ti do përgjigjesh. Edi Rama! Të gjojnë në rëzërin e fermerëve në këtë shetë. Përshëndetje njerëz të lirë. Si duket, i kanë futur ca servila për t'i parë fytyrat tona. Po nuk do ja talin tët. I bëjmë të fala dhe jo braçe se e pam që kishte thënë te drejtarja. Ai numrove tët. Tira një braçe! Fondet, ku si volli, qeveria jote apo ne? Ti e jo, e di shumë mirë që këtu janë njerëz të lirë. Ti e di shumë mirë që këtu ka fermerë të lirë. Prandaj, timi nuk i numron tot. Ju njerëz të lirë, ju që jeni në shesh dhe ju që në ndiqni, dilni për vete, dilni për familje, mbi gjitha dilni për Shqipërinë, se kjo që ndodhi nuk ka shembull i mirë për ne. Faleminderit. Për shmetje njerëz të lirë, duhet i bëj thirrje vetëm ndjenjes studentore, duke filluar nga ato studentë 19 që kanë me shgënjyer
në protestën e 19, Zoti i drejt për herë ty të rregulloj gabimin e parë. Gjithashtu, i paka dhe studentëve dhe të gjitha etapave. Piti këtu, unë vik shumë lartë dhe dua që ky vend ke gjithmonë studenta, para studentat, Zoti më ka studentat. Përshëndetje, unë jam Romina Karavani dhe jam studente, e cila ka shndruar në dheun e vet kundër korrupsionit. Unë kam të gjithë studentët, sot ka kjo protest, udhëtirja të gjithë studentëve. Ejani, kryuni, të protestojmë të gjithë së bashku, edhe për një arsye, për një qëllim, të nësojmë ta, që në ka vjetur të tashmen dhe në ardhmen. Sot e kryeministër, kundër atimit tot, të ju martoni, apeu ashteni! E dirama ai tutto, ai tutto, ai tutto. E dirama ai tutto, ai tutto, ai tutto. Jam Mariana Simi, vi nga diaspora si shumë e shumë bashkëdetar, tush kanë ardhur, ka lënë punët e tyre. Kanë ardhur që t'jeqin frikën populli që është në terrorizim total, që nuk ka guximin të kërkojë të drejtat e tyre, po fshirë në rini se ti kërtonojnë me kemping, me ndihmën ekonomike. Ka vajtur ndjenë për çadrat e devotët dhe shumë njerëz më blenduar, po vetëm 50 veta e. Duhet të vinin gjithë populli i Devonit, gjithë fermerët e Devonit, që jodhën bollët në rrugë, jodhën bollët në katastrofë, dhe po vojnë të shkretet se të i kërtonojnë, që më ngrenë zeri. Prandaj miq, në qoftë se ju nuk ngriheni, ne nga diaspora do vim vetëm për ju të heqin frikën, se të roshi linë në këtë botë është gjëra me shenjtë. Ngriuni, shpëtoni nga kjo diktaturë të mëshme. E dirama, ai tut. Të dashur miq, na falni se më parë më ndërpreu me kur po flisja ndërhyrja e atyre që kërkojnë fytyrat e personave që duan të jetojnë të lirë, edhe duan që t'i marrin peng apo t'i ndëshkojnë ndryshe me atë që ata kanë në dorë. Ta zotëri që rinë për dritare sot edhe na vëzhgojnë, rinë sepse po ju ikën toka poshtë këmbëve. Dhe kjo është arsyeja. Prandaj nuk duhet keni më frikë nga askënd, nga askush, as për një vend pune, as për një ndihmë ekonomike apo për një asistencë, sepse dinjiteti i shqiptarëve vlen më shumë. Ju përshëndes të gjithëve. Vina Vlora, kanë qenë një agent policie, quhen Thimi Mina, pa tjetër do të keni parë Facebook e TikTok. Thimi Minës, policie Vlorës, prokuroria Vlorës, gjykata e Vlorës, përmbarimi i Vlorës, i ka zhdukur 3 fëmijë, kam 5 vjetë që po kërkoj fëmijë. Se në asnjë përgjigje, po më kërcënojnë, e për të më vranë. Shokët e mirë, ata më vranë nënën, ata dera, vesh nënës, më burgosën, po të më vrarë brënda mbur, më vëm bombën, poshtë makinës, po të më jepun me erë, nësë fundi, shumë e shumë krime të tjera, e më në fund pare, sot më kanë zdukur fëmijë, që nuk di ku i kam fëmijë të di. Shokët e mirë, kjo është, Fonda Eurezarkë për Vlorë, e në krye Erion Shari, që bën sot krye prokuror, ka falsifikuar dokumentat që kanë zdukur fëmijë, ja shtetin shqiptar. Thimi Mina nuk di, ku janë fëmijët? Ku janë fëmijët? Po! Kërkojnë, shokët e mirë, kërkojnë një sot të më vrasin djalin. Dhe para 15 ditë kërkojnë të më visit e mua. Shikojnë i gjenë shuket të sot. Shikojnë, po i bjërë të drejtorisë policisë të shtetit. E shikojnë të gjithë, unë kam qenë shofer. Sot është, drejtori përgjithshëm i kryeve, Sokol Bizos. Qa e që vete në drejtori në policisë të shtetit? Kësëlluarën, po pse do të këpqojnë, pse nuk pjetë informacion? Ku janë fëmijët të Thimi Minës? Ore, ku janë? Janë desë, i këtitura, ku janë ore? Ore, Thimi nuk do të fajmë unë ore. Pa ke gjua sëri, Thimi Mina nuk do të fajmë. Jo përse dhe shokët e mi të mi.
Shikoni Facebook e TikTok që në ka punuar. Dhe që i punoj këti populli. Kemi mina ka shkutuar. Fëmijët e nënën e tyre se nuk kanë pasur probleme. Asë në nënën e tyre. Po policia vlosë. Një super band kriminal. Dhe sot në këtë momente po ta shkojnë për këtë. Po kësënojnë dhe nga policia vlosë. E o fotograf. Po si nuk dojnë njëri ore. O e din njëri që të itojnë të minimit. Ko janë fëmijët ose mbyllë këtë problem. Së mbyllë shto që. E përshëndes policinë e shtetit, ata që më njojnë nga Shkodra deri në Vlorë, që më njojnë që të gjithë, që kanë vredhur gjithë Shqipëri. Në 19 deri në 2011. Ju përshëndes shoqja mi, presni informacion nga policia e shtetit, jo nga prokuroria, nga policia e shtetit, informacion ku janë fëmijët që dëgjojnë zëri. Ti dëgjojnë zëri në të gjallë e ateku. Nuk pranon prokuria Vlorës të më jap informacion. Ore janë këto të më jap. Në këtë dokumentin e këta ka fëmijët. Ku janë në tjerë ku të duan? Janë mirë andej, po të gjojnë zëri në të vetë të takoj fëmijët e mi. Po këta ka përdoru gratë në krim. Ta kanë përdoru fëmijët në krim. Përdoru idealin. 11 vjeç për të vrarë papën e ti. Për ta përkosur papën e ti. është turpo. Të dalun ata që më njojnë mua këtu. është turpo ata që më njojnë mua. Të dalun këtu. Jo përshëndes e kim. Po i bëj thirrje. Më jep një informacion ku janë fëmijët. Përshëndes gjithë ju njerëzit e lirë që keni vrarë frikën. Dhe i drejtohem të gjithë atyre që janë përpara televizorit. Nëse nuk kanë vjedhur të vinë në shesh, nëse nuk ka bërë krim, të bashkohen, është koha, është momenti, që temi jo korupcionit, krimit administrat. Janë të djallë që në basi studiova 10 vjetë vendosa të rikëtem në vde, dhe se kisha mundësi punoja në shto vënd të Europës. Jam me 3 masra shkencor, doktoratur fushë të sigurisë. Doktor Hoxha në kohë që duhet pesha benefitet e arsimimit tim. Doktor Hoxha për vetëm një arsye, për të thënë njerëzve, nëse nuk keni vjedhur, priteni frikën, hajteni në sheshe, se këta e kanë puqur kupën. Çfarë duhet të bëjnë më shumë? Kanë vjen miljarda, ku duke si qintarka, ku duke si lekët e bukës, apo pensionet që bajnë qysh rritan. Kanë vjen miljarda, ku duke si qishet e verë që piga 35.000 euro. O njerët administratës, nëse nuk keni vjedhur, bashkohuni me ne, se koha e tyre ka baruar, ka ardhur koha e një presi të ri, të papërnyer, pa i pudurtuar në gjakun e shto shteta si shqiptarë. I drejtohen nga këtu gjitha bizneseve të ndeshme, që paguajnë taksa çdo ditë që ky shtet të ekzistojë. Kriju një njerëz shpristi më, kriju një se na pinë gjakun, do na pinë në palcën, na ka gjenë vetëm fajnë valiqet, e na të emigrojnë të ne. Po stalini vetëm, po adër bashkohemi me qindra me mira, po sta demoralizoni që të emigrojnë të ne. Jemi shpesa e fundit, ku e ti thyje, priteni frikën dhe mbidhuri shesh. Shqiptarë të ndershëm dhe jeni ju, si jeni sot të këtë shëqë. Unë i kam kaluar 8 veta. Kam përjetuar mbi shpatullat e mia dhe të familjes persekutimin komunist. Për arsye se aty kur ka lidh nëna, më ka lidh persekutuar, sepse baba im ishte në burgun e Shkodrës si burgosën politik. Dhe kjo ka vazhduar gjatë gjithë jetës tonë në këto. I kam përjetuar të gjitha ato vujtje, kam kaluar edhe kohën e vitit 86, kur unë ndake qumshti me një gjese, një kapshe,
për frym popullsie. Por si sot, kapet gjithçka për pyetjet dhe të mos ketë askush liri për asnjë vetëm një grup njerëzish, për mua është gjë e padurueshme. Unë nuk dal, s'kam qenë, s'jam antare asnjë partie. Nuk dal për parti, nuk dal për asnjë vend pune, se s'po i kërkoj, por dal se mund t'i them me plot gojë plot, cili të shqiptar, që me 20.000 lekë nuk mund të jetojë një njeri në këtë vend me këtë çmime që janë. Nuk mund të përballojë një jetesën. Po, me madhe se kjo, është tjetra që janë përgjithësuar familjet ma shumë se përgjithësuar, sepse ka nga kom syt, më larguar nga ky vend. Kjo është fatkeqësia më e madhe e këtij kohit. Le për një moshën e tretë, s'ka si rëndësile desin e shkojnë se kjo detyrë. Po ti kur rinia të praktisin vendin, të lëshohet Shqipëria në dorën e një njeriu ose në dorën e një grupit të caktuar, është njerimi më i madh që ka për jetuar Shqipëria më herë. Dhe jam plotësisht i bindur në logjikën time se kjo kryeministri sot nuk duhet të kishte drejtarët e nullura të gjitha, në qoftë se do ishte një kryeministri për një popull të vetin, që në çdo 4 vjet i kërkon votën dhe i thot, unë jam më i miri dhe të realizoj të gjitha dëshirat e tua. Po jo të mbyllen drejtarët e një kryeministrie dhe duket si burg i kohës komunizmit. Prandaj ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të ndershëm, kudo që janë, në Shqipëri, jashtë Shqipërisë, kudo jetojnë, në diasporë, të bashkohen pa parti. Nuk ka rëndësi partit për me pështuar Shqipërinë. Rëndësi ka ndershmëria, vullneti dhe dëshira për ta shpëtuar Shqipërinë. Një thirrje të veçantë kam dhe një vredje për ta, pavarësisht ku janë. Të gjithë pedagogët, profesorët e universiteteve të Shqipërisë, është lajka e intelektualëve Shqipërisë ajo. Ajo sot do t'ishte në këtë shesh, do t'i prejtë protestë. Dhe u bëj thirrje fort atyre. Mos rrini heshtje. Mos heshtni për një vend pune ose një rrugë që ja wet. Po merr një shembull nga profesori i nderuar dhe i vendosur dhe vend gjithçka mbi interesin e tij personal e familjar, interesin e Shqipërisë, dhe ajo është profesor doktor Lush Susani, i cili në çdo rast, në çdo moment, ai në zonin e tij fuqishëm, gjithë secilit i bën thirrje për të bashkuar, për shpëtuar vendin dhe Shqipërinë. Unë uroj ditë të mara dhe suksese në të ardhmen të një bashkim të fortë, nga gjitha forcat, të lanë partit, s'kem punë me to, partit se pështojnë Shqipërinë, e nga trojnë. Urimet më të mira. Unita në podium, thjesht për me ju tregu patronazhistave se kush jam, Amel Përvizi nga Shkodra, dhe ne nuk fiksojna nga ju. Patronazhistat shumë shpejt, sepse që tashma janë friksum në atë barkën ku ndodhen, shumë shpejt si mit do e bratisin atë barkë. Por ata duhet me pas parasysh një gjatë vetme. Për te asaj që mundet me i gjetë në këtë botë, ka dhe një botë tjetër. Ato patronazhista dhe këta krye hajduta do japin përgjegjësi për ata njerëz atje te onkologjiku që nuk kanë ilaçe.
ata patronazhista dhe këta krye hajdut do japin përgjegjësi për ata prind që kanë vetëm atje në shtëpia. Dhe ju duhet I friksoheni vdekjes, sepse ajo do vi një ditë, si kjo botë dhe botën tjetër do jep një llogari. Prandaj, ju lutem, vrisni frikën dhe hajdeni përballë gjithë këtij regjimi. Ju falenderoj. Florian Canaj nga Gjirokastra. Ne kemi një shprehje ande nga jugu që themi shtë të duduroj QP të qelburit apo të djegurit të. Edhe këti qëti durosh. Tha pak ditë më parë që jam krenar për akshin, tha. Me I fjalë, është krenar që është hajdut. Qëti thuash më, ti thuash hajdut, ky e merr si titull krenarie. Unë kam një histori personale, jam prindi një vajze të sëmur 5 muajshe, edhe mbasi ma diagnostikuan në spital Gjirokastrës, më dërguan me rekomandim të Koço Glozheni, mbasi I bën dhe ekzaminime të Koço Glozheni, erdha tek qendra universitare, nuk e di si quhet, edhe aty më dërguan bëra rezonancën magnetike në një klinik private, sepse aty nuk bëj rezonancën magnetike. Unë 65.000 lekë kam pagën dhe pagova 30.000 lekë rezonancën magnetike. Zoti kryeministër, kjo është shëndetësia falas. Edhe më dhëm shpirti që erdha nga Gjirokastra këtu sot, sepse nuk e duroj dot këtë mashtrim, këtë ofendim që Edi Rama na bën. Është fyerja, ai na fyen neve. Zoti Rama, pse nuk del rrugëve si gjithë kryeministrat e botës? Pse si takon qytetarët pas një lloj frike, po kur vjen në Gjirokastër merr një eskort të tërë me vete? Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Përshëndetje gjithëve. Unë po e nis me një urim për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen anë mban botës, paçin veç të mira në vitin 2026. Urimin e dytë e kam për policinë e shtetit. Paçi veç të mira dhe gëzime, por do t'ju jap një sugjerim. Syt I mbani andej dhe shpatullat I mbështesni këtej, sepse historia e ka treguar që plumbat kanë ardhur andej dhe jo nga populli. Dhe kjo që po ju them është fakt. Në janar të vitit 2021 në këtë shesh këtu janë vrarë 4 protestues. Unë isha këtu midis tyre për të rrëzuar babain e krimit që ka emrin Sali Berisha dhe për të sjellë në pushtet babain hajdutlëkut që ka emrin Edi Rama. Por ne të gjithë duhet të lëmë flamujt politik të bashkohemi nga një njeri që nuk e ka parë kur serën as andej dhe as tej, por të bashkohemi dhe të themi jo me vot dhe jo me plumba, si shta janë paraqitur ata gjithmonë. Prandaj, u bëjthirje të gjithë shatrave të Plumit të Vlorës që kanë probleme me ujë, Tukat, Trajgjat, Orikum, shatrat e Ramicës, të bashkohen në protesta këtu që të fitojnë të drejtat e tyre. Unë këtu nuk jam të kërkoj punë, se me punë nuk jam bajt greku dhe italiani. Unë nuk jam këtu të kërkoj të mira për veten time, se mosha ime iku jam 42 vjeç dhe kam nis një protesta që në 96-ën. O Sali o hajdut, para tona ku I ke fut. Jemi 2025-ën, 26-ën dhe prap themi Edi Rama o hajdut, para tona ku I ke fut. Unë jam këtu për sigurin e fëmijëve të mi, për të ardhmen e tyre. Nuk dua që fëmijët e mi të vidhen, të plaskiten dhe të shiten në për Evropë, ashtu si shka mërë me mua. Por dua që në këtë vend të ketë drejtësi, bashkohuni se do t'ja dalim. Faleminderit.
erdhi në pushtet duke e dridhur si gjendeti kur bënte fillim i ri, ai bani mend. E ka filluar shumë mirë. Premtoi 300.000 vende pune për zuri 300.000 shqiptarë. A e dini ju se sot janë 10.000 patronazhistë që paguhen më shumë se pensioni një invalidi. Një patronazhist sot paguhet para në dorë fiktive 300.000 lekë minimumi. Derisa i thot, do t'ju heq persona si të kufizuar 107.000 lekë nga pensioni juaj, do t'ju heq paketën higjiene sanitare. Ta janë hajdut, ta janë bashkëpirë. Është turp e faqjazes që 2025-ën, 2026-ën sot kemi hyrë, dhe këta kanë ndjedhur 10 milion euro për çokolata, 5 milion euro i ka marrë Belinda, Ballunku 50 milion euro, por nuk janë vetëm këto. 33.000 euro ka pirë verë Edi Rama çdo javë. Pasë dhe çdo ditë, nuk e diu se sa pina i te bunkeri Tinsure. Është turp sot diskutohet paketa higjiene sanitare e persona si kufizuar për t'ju hequr 107.000 lekë nga pensioni dhe për të vjedhur Zuzarët, hajdutët, Belinda, Eliona, hajdutët e Treshit, të votuar të tyre. Shqiptar, nuk ka asnjë arsye për të thënë nuk çohemi, nuk ka asnjë arsye për të thënë nuk bashkohemi. Nëse s'keni vjedhur, nëse s'keni për lirë, po ju këtu, shesh burrave, ta themelojmë fundin e këtij, që thare fillim i ri, dhe t'ja bëjmë fundin e ri, largimin e tij, tërheqjen e tij. Forca gjithëve. Të dashur qëndrestar, protesta këtu do të vazhdojë 24 orë pa ndalim, ashtu siç vazhdoi me 8 vjetor deri në rrëzimin e Edi Ramës. Mbas 2 javësh, ne do të thrasim sërish një protestë mbarkombëtare. Ju kërkoj të flisni me miq, të flisni me shok, të flisni me qytetarë të tjerë të na bashkohen në protestën e madhe që do të mbahet mbas 2 javësh. Ju ftoj të qëndrojmë ata që duan dhe kanë mundësi këtu me qëndrestarët, sepse me shumë mundësi hajdutët do të përpiqen që të na heqin prej këtu, por ne jemi të vendosur dhe nuk do të alshojmë sheshin.